Allah i shpërbleft për dersën. Jam bo disa pyetje. Pyetjen e parë bo me rreth temës që e ke përmend pak më herët në pjesën e ligjëratës. Assalamu alaikum hoxh, Allah të ruajt. Si të ruhemi prej asaj që mos të bëhemi pjesë e këtyre dy grupeve. Do me thonë, si të mbajmë mesatarën e kësaj. Çështja e parë dhe më e rëndësishme është me lutë Allah subhanahu wa taala më na drejtu. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Për shkak se Allah subhanahu wa taala ka sjellë një ajet me të cilin i mëson muslimanët me falëndëru Allahun, falëndërimi, kuptimi i ajetit, falëndërimi takon Allah subhanahu wa taala që na ka udhëzuar në këtë rrugë, se ne nuk kishme mujt me udhëzuar këtë rrugë, po mos na udhëzonte Allahu. Nuk është aftësia jonja, as nuk është merite jonja, as kur gjë s'është hise jonja, por falëndërimi takon Allahut që na ka udhëzuar këtë rrugë. Pastaj me lutë Allah subhanahu wa taala sikur që lutë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me lutë për ditë. O ti që i rrotullon zemrat, i ndryshon zemrat, thabbit qalbi ala dinik, forcoje zemrën time në fen tonë. Kjo është ona e mbrëmshme, falënderim ndaj Allah subhanahu wa taala për udhëzim dhe lutje te Allah subhanahu wa taala mos më na deviju. Pastaj çështja e dytë është leximi, mësimi, dëgjimi i argumenteve të Ehlusunnetit dhe Xhamatit. Argumentet nuk ka mundësi, nuk vinë vet. Argumentet do të më shku mi lexu, ose do të më shkuar me ndëgjue të njerëzit të cilët janë të dëshmuar se e shpjegojnë librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sipas kuptimit të sahabëve. Me shku me mësu këtë fe dhe para se me nis me mësu argumentet, me pas mësimin e argumenteve me sinqeritet. Për shkak se ka shumë që i lexojnë e mësojnë argumentet, por nuk janë sinqert në atë që kanë mësu. Atëherë përmbledhemi në 4 çështje. Çështja e parë, me falëndëruar Allahun që na ka udhëzuar, se s'është merite jonja, po është merite e Allahut. Çështja e dytë, me lutë Allahun mos më na deviju. Çështja e tretë, me mësu argumentet se Ehlusunneti nuk mësohet ndryshe. Nuk feja këtë fe që na ka zbritur Allahu, këtë ka të bëjë me dituri. Gjithçka ka të bëjë me mësim, gjithçka ka të bëjë me lexim e me ndëgjim të atyre që kanë mësue e që na shpjegojnë neve, dhe çështja e katërt, me pas sinqeritet në mësimin e argumenteve, me kërkue veç për hir të Allahut subhanahu wa taala, mos më bë as për më përmend, as mos më bë më kësi njerëzit kanë, as për mos më mësu me polemizuar me të tjerë, as vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.